sot përballë Partizanit, më duket sikur i tentuat të gjitha mënyrat, por hasët shumë vështirësi por. Pa drejt, ne jemi provuar gjitha, nga fillimi deri sekunda fundit. Mendimi tim ishin të minuar, ishin skuadra me mirë, por mungoj gol, një gol do fitojmë në ndeshje. Apo do shtë mungoj një pas i fundit, apo një durim pre para porta, sepse ishim jo shumë rastet të tretën, por ishim rastet për gol, pjesa parë, ishte Djallo një gjuhën e port, nuk i ditë ishte offside, po jo, Roy ishte pak me vones, ishte një krosim nga Karim, ishte një gjuhë nga Ibrahimi me Sushor, dhe më tonë, ishim rastet, por nuk kemi shënoj gol. Tani, kjo është situata, shdo pik ka vlerë, sepse kampionati është shumë e gjatë, shumë e fort, edhe nuk mund të them ne jemi kënaqur me një pik, por jam kënaqur për skuadra edhe jam kënar për skuadra për pikat, sepse deri tani kemi 25 pikat edhe nuk është e pak. Dhe jam shumë kënaqur. Mund mos kënaqeni ndoshta me një pik nga ky 90 minutash, por kjo pik ju ka dërguar në krye. Po, dhe tretën, po. Si kështu, nuk kemi shumë kënaqur, por tani neve nëse llogarim jemi me një pik jemi tani në vendit parë. Do është edhe kjo është e bukur. Por edhe njerë, shumë e gjatë kampionati, rruga shumë e gjatë, shumë e fort, çdo javë është presion, çdo javë kemi nevojë për pikat, jo vetëm neve, gjithë skuadra edhe neve do luftojmë deri në fundit.